mëshiruesit për shqipësit, të shikues të nderuar të televizionit Star TV, ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamun alejkum. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj i cilin Zoti i Madhërisëm e bekoi dhe ngriti më shumë se cilin do muaj tjetër. Andaj inshallah, që këtij muaji bekon, televizioni Star TV është munduar që të begatojë edhe më tepër këtë muaj të begatshëm me emisionet e tij, duke i ofruar në kohën e iftarit dhe seferit emisione për ligjëratave të hoxhës së nderuar Elvis Naçi. Ka ndruar jetë komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Said Jashari nga Prekazi i Skënderajt, një nga figurat e para të organizimit të rezistencës në radhët e saj. Jashari njihej si njëri nga themeluesit dhe ushtarët e hershëm të UÇK-s, i cili i u bashkua luftës për lirinë e Kosovës që në fazat e saj më të Emrin e Allahut mëshiruesit për shqipësit, të shikues të nderuar të televizionit Star TV, ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamun alejkum. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj i cilin Zoti i Madhërisëm e bekoi dhe ngriti më shumë se cilin do muaj tjetër. Andaj inshallah, që këtij muaji bekon, televizioni Star TV është munduar që të begatojë edhe më tepër këtë muaj të begatshëm me emisionet e tij, duke i ofruar në kohën e iftarit dhe seferit emisione për ligjëratave të hoxhës së nderuar Elvis Naçi. Policia e kantonit të Cyriut ka arrestuar një 67 vjeçar nga Kosova, i cili dyshohet se ka vepruar si kurrier parash në një tentativë mashtrimi telefonik ndaj një të moshuare zvicerane. Ngjarja ka ndodhur të mërkurën e kaluar rreth mesditës, ku një grua 68 vjeçare pranoi një telefonat. Emrin e Allahut mëshiruesit për shqipësit, të shikues të nderuar të televizionit Star TV, ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamun alejkum. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj i cilin Zoti i Madhërisëm e bekoi dhe ngriti më shumë se cilin do muaj tjetër. Andaj inshallah, që këtij muaji bekon, televizioni Star TV është munduar që të begatojë edhe më tepër këtë muaj të begatshëm me emisionet e tij, duke i ofruar në kohën e iftarit dhe seferit emisione për ligjëratave të hoxhës së nderuar Elvis Naçi. Qeveria e Kosovës në detyrë ka marrë vendim për rritjen e mbështetjes financiare për leonat